është partia kryetare. Atëherë unë deklarova tek ju që deklarova tek ju dhe thash çfarë, që shikoni në rastin ton Partia Socialiste parcializohet në emrin e Zotit Rama, që do të thotë e gjithë situata është e tillë që Partia Socialiste nuk mund të qëndrojë dhe nuk ka qëndruar në asnjë moment një parti në parime demokratike brenda saj. Pra, në kushtet e vendimarrjes, sepse vendimarrjet e një partie nuk kuptojnë formën kolegjiale dhe organizimi dhe funksionimi i organizimit të brendshëm. Në Partinë Socialiste nuk ekziston dhe Partia Socialiste nuk është një parti e demokratizuar brenda saj, sepse dikush mund të thotë po Partia Demokratike duhet të jetë demokrate, sepse është demokratike në emër. Po jo, demokracia sjell si pasojë të fjalës demokraci procese demokratike. Pra, edhe një parti komuniste, pavarësisht se ka ideologjin majtas, djathtas, varg të partisë që është, duhet të ketë nëpërmjet demokracisë së brendshme parime demokratike që është llogaridhënia, transparenca, debati brenda një kuadri rregullues që nuk kupton zërin, shumë zëra në një godinë që të japi gjallëri godinës, dhe sot në Partinë Socialiste nuk ekziston asnjë nga parimet e demokracisë së brendshme dhe çdo përgjegjësi që nesër mund të vi tek Partia Socialiste, Zoti Rama do të thotë përderisa ju keni heshtur, heshtja është fajsi dhe sigurisht që unë vendos njerëz të cilët kërkoj që të punojnë për mua, po jo për Partinë Socialiste, se Zoti Rama e ka dhënë mesazhin që Partia Socialiste është Edi Rama dhe Zoti Rama do të parcializojë Partinë Socialiste për veten e tij, ashtu siç ka bërë Zoti Berisha në rast se ne e kundërshtojmë që Zoti Berisha e ka parcializuar Partinë Demokratike. Por Zoti Berisha ka një diferencë shumë të madhe. Ai është 13 vite pa pushtet dhe frymëzon njerëz, ndërsa Zoti Rama kur të dali nga pushteti nuk e di kush do ta frymëzojë, do ta frymëzojë ata të cilët i ka bërë gropën dhe ka çuar te drejtësia e tij, siç është Spaku, apo do ketë njerëz që do të frymëzohen nga Zoti Rama. Unë mendoj që asnjëra nga të dyja nuk do ketë frymëzim ndaj Zotit Rama, sepse Zoti Rama me gabimet fatale që ka bërë brenda Partisë Socialiste, jam i bindur që do shkërmoqet Partia Socialiste dhe Zoti Rama do të ketë një fat të keq politik në aspektin e asaj që ne themi qëndrueshmërinë e tij në Partinë Socialiste. Avokat, ju ndoshta mund të keni të drejtë në këtë, por ai mund të thotë anën tjetër që unë jam i vetmi që e ka mbajtur 4 mandate në pushtet. Edhe me një shumë nuk e ka mbajtur i vetëm, sepse që të mbledhësh vota do deputet, të mbledhësh vota do antar, të mbledhësh vota do komunist, të mbledhësh vota do hajdut, se i ka provuar këto gjëra Partia Socialiste. Të mbledhësh vota do dosjen e Dibrës, si Manja, Manal të burrë dhe kështu. Pra, këto janë fakte të cilat bordorisht dihen. Pra, nuk mund të thotë dikush që shiko ti po shpiz apo po shpik një art të veçantë që ka Partia Socialiste. Partia Socialiste për këtë gjëra është mbajtur. Dhe Zoti Rama prandaj thotë me krenari se unë kam bërë gjithë këto atan në procese demokratike dhe unë akoma jam në pushtet. Pra nuk është Zoti Rama, janë të gjithë ata të cilët shoqërojnë apo bashkëshoqërojnë Zotin Rama me interesat e tyre individuale, sepse nuk ka ndonjë interes. Për shembull, një pensionist që vjen nga radhët e Partisë Socialiste edhe voton Partinë Socialiste dhe në shtëpi ka bukë krip, më kupton, edhe jeton mbi atë dhe e thot krenari dhe është luksi, sot ai duhet të krenohet sepse Partia Socialiste dhe nga grupi parlamentar, dhe nga qeveria, dhe nga asambleja po prodhon burgaxhi. Kjo është më rrezikshmja. Pse Partia Socialiste të shndërrohet nga ajo që duhet të krijojë leadership në partinë e saj, ka krijuar burgaxhi. Dhe mirë ka krijuar burgaxhi, një pensionist kupton ose shikon që ai person i cili është futur në burg dyshohet që pas ka dëmtuar buxhetin e shtetit dhe në fund fare nuk ka dhënë 1 euro më shumë tek pensionisti që ka votuar Partinë Socialiste. Nuk them për një pensionist që nuk voton Partinë Socialiste apo nuk voton fare. Pra, për atë individ që voton Partinë Socialiste dhe në shtëpinë e tij nuk ka asgjë dhe jeton në varfërinë e luksit, sepse është bërë luks varfëria, është bërë varfëria i justifikim nga pa aftësia e qëllim
që qytetarët shqiptarë mos kenë mirëqenie në tërësi. Pra, në vend ky subjekt politik të krijojë leadership brenda vetes, leadership të ndryshëm, kemi vetëm zotin Rama dhe asnjëri prej tyre nuk është leadership. Dhe leadershipët kanë vetëm rrugë burgun dhe të qenurit burgaxhi. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Thjesht mos ma modifikoj që zoti Rama thotë vetëm ai do shpëtoj Partinë Socialiste. Jo, zoti Rama e i bën me qëllim që të thuhet ai është leadershipi, sepse nuk lejon të krijohet, nuk lejon Rama të krijohet leadership brenda Partisë Socialiste, se në fund fare çon në burg dhe ajo që justifikojnë këta komunistat për PD-n, që El Saliu nuk lejon. Të paktën tek PD-ja që do flasim më vonë, të paktën ka njerëz që kandidojnë, ka procese, ka ballafiqime, ka goditje, ka të gjitha ato, ka grushtime, i ka të gjitha, ndërsa Partia Socialiste krijon vetëm burgaxhi. Sepse në rast se do krijojë leadership, e sigurt është që zoti Rama nuk rrin jo një orë, po të them unë 1 minutë edhe 1 sekondë në Partinë Socialiste. Avokat, tani kemi 2 panorama. E para ose një medalje me dy anët e saj.